E falënderojmë Allahun te bareke ve teala, ti jemi minata. I dërgojmë salavat dhe selam profetit tonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë atyre që pasojnë rrugën e deri në ditën e fundit të kësaj bote. Kemi paralajmëruar që me hyje në temë që është jashtëzakonisht edhe këshilluese edhe me rëndësi nga disa nga këshillat e Ibn Qayyimit rahimahullah që kanë të bëjnë përgjithësi me ngritjen shpirtërore, mirë po me disa detajizime që kanë rrjedhë si në formë të këshilles. Mirë po, Allah i madhëruar ka bërë që njerëzit e dijes, njerëzit të cilët janë të pajisur në edhe me dituri edhe me devotshmëri, i udhëzon ka hembara dhe ju jep pendën e saktësisë që edhe kur shënojnë këshill për dikën, gjithsesi ajo këshill është për gjithë muslimanët dhe ka vendosur Allah i madhëruar ligj që më mbet deri në ditën e gjykimit si e tillë. Është fjala për një libër ose shkresë që autori Ibn Qayyim rahimahullah e shkruan një grupi të nxënësve ose shokëve të vet. Pra këshill vëllazërore, këshill besimtarëve, mirë po ai që ka pak hulumtan ose interesohet lidhje me fjalët e ulemave, gjen se shpesh ulemaja i tyre Ibn Qayyim po dhe mësuesit Ibn Taymija kur kanë shkruar dikujt këshill, kanë herë kanë ndosur që kjo këshill mos më konë me një faqe, po me konë me nga një libër ose 2-3 vëlluma e kështu me radhë. Po gjithashtu shpesh ka pasur edhe shkrime më të shkurtuara ose më të vogla. Për tyre është ky libër që Ibn Qayyim po i shkruan një grupi të besimtarëve, të muslimanëve, burrave të mirë, ashtu ka llogarit, të cilëve po ju shpjegon lidhje me peshën dhe rëndësinë e hadithit që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka obliguar Allahu i madhruar Yahyan alayhi salam me 5 obligime. Që këto obligime më ju tregu bën Izraelit dhe me punu me ta. Dhe përballë kësaj e ka ndërtuar këtë libër në lidhje me pjesën e fundit të këtij hadithi. Hadithi fol për namazin dhe formën e namazit. Kur themi formën e namazit, jo formën se si duket namazi, po formën shpirtërore të namazit. Sa që thot, dhe na ka obliguar me namaz dhe kur t'jesh namaz mos lëviz ose mos shikon muajtas ose djathtas. Me pasat na ka obliguar me agjerim dhe me sadaka dhe në fund thot na ka obliguar dhe me dhikr. E me pastaj e ndërton këtë libër mbi vlerën e dhikrit. Mirë po, ka dash si hymje dhe si rumbullaksim të librit, e ka dhënë 3 pjesë. Pjesa e parë, e që është tema jon, ka të bëjë disa faqe, disa 10 faqe mbi hymjen se individi ose besimtari si besimtar gjatë jetës vet ka lënë 3 situata. Kjo është pjesa e parë e pjesës parë që jemi ne të fol. E ka të bëjë me ose njeriu ka lënë në përgjendje të kënaqshme, dhuntive të mirësive të Zotit, ose ka lënë në vështirësi, ose ka lënë në gjunoh. Këto janë 3 forma që njeriu ditë e natë ka lënë këto, nuk ka 4 ose 5. Me pastaj shpjegon se çysh mbrohet nga shejtani iblisi dhe cila është dera që Zoti i madhruar me ka lënë që mundet iblisi përmes asaj dere ose përmes 3 rrugicave të vogla me e gjetë ngacmimin e individit. Po me gjithë këtë thot, prap Allah i madhruar ka bën një derë të hapun, e cila derë është kthimi dhe pendimi, e që e çon hoç komplet punën e iblisit dhe ushtrisë tina. Kjo pra pak a shumë të 2-3 rreshta që thash, kjo është tema jonë sot. Me pastaj vazhdon Ibn Qayyim këtë pjesë. Pra disa faqesh me tregon lidhje me madhështinë që duhet të pasë individi në zemrën e vet, mbi ndalesat e Zotit dhe mbi urdhëresat e Zotit. Sepse kretë jonë është ndalesa dhe urdhëresa. Andaj thot këto 2 gjëra thot njeriu duhet zemër me pas pozitë veçantë, sepse por ndryshe sa më shumë që dobësohet pesha, pozita e obligimit të Zotit në zemër, njeriu priton me kryet obligim. Sa më shumë që njeriu e dobëson ndalesën e Zotit, ky njeriu pastaj e bën, sepse Zoti ka njerëzit në veprimin ndaj gjunoheve ose neglizhencën ndaj obligimeve është shkak i asaj që kanë shpirt ose në zemër lidhje me te. E më pastaj fol mbi peshën e dhikrit dhe e ndëlidh me pastaj me kapitullin e dytë, e kapitulli i dytë është 72 ose 73 dobi që i ka dhikri,
dhe pjesa e tretë cilë është dhikri ditor dhe pra natë edhe ditë, gjatë natës edhe ditës ose 24 orëshit. E neve inshallah kemi mu kufizu këtë pjesë pak derse ose para Ramazanit, lidhje me këtë kapitullin e parë, që ka të bëjmë një hymje para se me hitë dhikri, e që konkretizohet pra në gjendjen e robit, në kthimin të Zotit, në mbrojtjen prej Zotit, në rrugica që shejtani e gjon rrugën, edhe qysh me ruj zemën ose me e stolis ashtu qysh i duhet individit, me pastaj inshallah taala na jep çfarë vazhdojmë mbi dhikrin. Sepse kemi llogaritë, kështu kanë llogaritë dhe ulema që kjo pjesë është më e rëndësishme e kësaj libri. Sepse t'jap udhëzime praktike, qysh njeriu më u ndërtu. E kur njeriu ndërtohet, më pastaj ka më të lehtë edhe jetën ose forma tjera. E autori Allah e mëshiroft fillon me bismillah, sikurse është adet dhe zakoni muslimanëve, që kur bëjnë shkresa thojnë, është obligim nga pejgamberi alayhi salatu wasallam kur ka thonë çdo punë të mirë që e bëni ose çdo punë që ka peshë ose vlerë të Zotit, ai që se fillon me bismillah s'ka bereqet. Ai që se fillon me bismillah s'ka bereqet. Është fjala për shkrim, është fjala për punë. Ndërsa njeriu kur ligjeron, është mirë me fillu me elhamdulillah ose me falënderim. Këto janë dy forma që përdoren, që ne ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam praktikisht. Kur ai ka filluar ligjerimin, ka filluar me elhamdulillah, ndërsa kur ka filluar me shkrim ose me kry një punë tjetër, që s'ka të bëjë me ligjerimin, ka filluar me bismillah. Edhe thot Allah në madhe lusmi që me na u përgjigj në dua. E duaja jo thot është për ty që e merr dhe lexon këtë libër dhe mundohesh me praktikuar që Allah i madhruar me të dhënë pe begative ti, edhe të dukshme edhe të padukshme. Sepse mirësitë e Zotit te na janë të dy llojeve. Ato që janë trupin tonë që neve nuk i shohim. Ato që janë në psiqikën tonë dhe shpirtin tonë që neve shpesh nuk i dim. Dhe janë ato që i shohim, pra ato që i prekum, ato që kanë bënë me shisat. Andaj atë lusi Zotin e madhruar që më i dhon nga begatitë e tij të dukshme dhe të mbrëmshme dhe të dukshme ose të jashtme, dhe thot më ju bë prej aty në njerëzve që kur Allahu t'i jap, i adin shiqyrin. Kur Allahu thot të sprovon, thot din me bë sabër. Edhe kur bën gjuna, thot din me thon astaghfirullah ose din me u pendu. Sepse thot çto trija janë tri prej gjonave që në te ose në këto tri thot sillet komplet lumturia e insonit. Nëse do një insoni këtë botë me jetu si duhet, me jetu me atë knasin që ka qef, me ka një lumë të qysh a i dënë, thot që këto trija. E para, me kon falenderus për ato që e ki, për ato që Zotit ta jep. Pse po thot Zoti fillimisht? Këtu vjen edhe njeri kur t'jap mirësi, mirë po gjithsesi se mirësitë e Zotit janë shumë më të mëdha se sa që t'japin njerëzit. Dhe njeriu sa më shumë që është falenderus dhe mirënjohës, aq më shumë kënaqet me atë. Sa më shumë që është mirënjohës, Allahu edhe ja shton po është i kënaq shumë me te. Sepse shumë njëri ka begati, ka mirësi, po nuk kënaqet me te. Kjo është e përditshme. Andaj thot, me bëj lutje Zotit e madhruar, dhe kjo është prej madhështisë që kanë pas njerëz se më shumë. Që edhe kur të jep dituni edhe kur të shkruan, të bën lutje. Mi po lutjen që e bën lutje shumë për mbledhse, shumë gjon. Thot, për gjëra më shumë që i duhet individit është që kur Zoti t'jap mirësi me të bëj falënderues. Se nuk ka njeri që ekziston këtë botë që s'ka të mira për Zotin. Nuk ka. Edhe ai i cili është ateist, Zoti atij ka dhënë. Mirë po, sa janë ata që ja din Zoti shiqyrin? Një numër shumë i vogël. Dhe kështu thot Zoti në Kur'an. Dhe pak thot janë ata për robët e Zotit që Zoti ja din shiqyrin dhe falënderimin. Thot gjithashtu me kon durimtar në atë që sprovon. Nuk ka njeri ke besimtar ose s'ke besimtar veç se këtë botë ka mos provu. Sepse Allah i madhruar thot, a menut ju me besu e mos provu? Thot veç se i ke provu ata që i ke kon para juve. Andaj kjo është suneti ose ligji i Zotit në këtë botë. Njerëzit kanë mos provu. Andaj thot lë Zotin që me të bëj për atyre që kur sprovohen bëjnë sabër. Dhe gjithashtu thot kur bëjnë gjëna bëjnë istighfar, sepse këtë thot sillet lumturia. Këtë sillet lumturia. Nuk ka njeriu mundësi me ndërtu jetën e vet pas me këto trija. Më pastaj thot se çdo tri gjona thot nuk shkputen nga njeri. Po s'ka njeri, si ke besimtar si jo, veç se me çdo trija ka punë.
Nuk mundesh me jetu veç se Zoti të ka dhënë. S'mundesh me kon njeri me jetu veç se Zoti ka më sprovu. Dhe s'mundesh pa bëj gjëna. Pra këto trija po thotë i ki gjithë. Po thotë bënë pe robëve që këty në trija ja udin rëndësinë peshën dhe ja udin kthimin. Kur t'ja e falenderon. Kur sprovon, din me duru. Edhe kur të bën gjëna, din me kërku falje. Tani i shpjegon çto trija. Thotë sepse thotë nëse shikojmë në aspektin sheriatik, edhe atë që Zoti na ka mësuar, thotë gjejmë se mirësitë e Zotit e kanë kusht. Mirësitë që Zoti t'i ka dhënë e kanë një kusht. Kushti është me kon mirënjohës. Kushti është me kon mirënjohës. Çfarë bën kjo? Kjo i bën që ka unë disa hadithe kuptimisht kështu. Ditën e gjykimit insani, i cili s'ja ka ditë shqyqyrin ose s'ja ka ditë mirënjohjen Zotit për atë që ja ka dhënë. Allah thot kam ja peshu gjithë se cilin të mirë që ja ka dhënë. Kam ja peshu ndëgjimin, e shikimin, e gjuhën, e shëndetin. Dhe kam u llogarit për to. Por derisa thot besimtari i cili ka besu dhe ja din Zotit shqyqyrin këtë botë, ditën e gjykimit të llogarit hedije, dhurat, nuk të pyet për to. Ju kujtohet hadithi që vjen dëgjuar shpesh, i personit i cili thotë unë kam nejt veç në adhurim. S'ka bëti diçka tjetër. Me pastaj, pejgamberi thot kur e qet Allah para vetë thotë robi jam apo do me të llogarit me veprat tua, ama rahmetin e Zotit, thot me veprat e mia o Zot, sepse ton jetën ja kum kushtuar ti adhurim. Allahu nuk don me nënçmu, as nuk do me poshtu, as se. Mir po do mi tregu që ligji i Zotit është me të kaplu mëshira e ti me kon mirënjohës. Kaq. Sepse nëse don me e shpagu ndëgjimin ose shikimin, s'ki mundësi edhe nëse rrin ton jetën në sejdë. Këtë do Zoti mi ka thënë, thotë, vendosja robit tam peshore shikimin. Thotë jam ujdi krejt adhurimet. Vendosja ndëgjimin. Thotë nuk ka mundësi me u barazu. Thotë o Zoti jam thotë me mëshirën tonë. Dhe këtë shohim që Allah s'ka dashur me nënçmu, por ka dashur me dhon mësim, sepse e kthen Allah e madhur dhe e pranon me rahmetin e vet. Andaj Ibn Qayyim çka thotë? Thotë mirësitë që Zoti t'i ka dhënë, cilat janë të pandërprera. Thotë e kanë kusht mirënjohje. E çka është mirënjohja? Qysh ti je mirënjohës ndaj këtyre të mira që ti jap vazhdimsi, thotë i kanë tri pjesë. Thotë e para, thotë me njoft me zemër dhe me bindje se këto mirësi që i janë ti. Po çaj bën që janë ti. Ai ti ka dhënë mi shfrytzu, por nuk janë tuat. Kjo është ndallim marramens. Kjo është ndallim marramens. Ato që Zoti ti ka dhënë janë Zotit. Pa ai ti ka dhënë mi shfrytzu. Jemi njerëz ti fal. Nuk jemi njerëz kimi pagu. Sepse individi qysh ishe të mira që i kevna për të shmi, qysh shohme na shumë tonat, thotë unë jam munu, unë kom punu. Pra llogarit si pronë. Pe kësaj dere dhe për tonë iblisi. Në momentin që neve llogaritëm pronë tonën, neve edhe harrojmë me falenderu sepse janë tonat. A kështu? Ku njeriu thotë Ibn Qayyim shtylla e parë e shqyqyrit e mirënjohës është me ditë se ki pejti nuk janë bejtere. E dyta thotë me fol me to, me shfaq. Pra, kur të vet dikush ose pa të vet dikush, ne kemi zakon me thonë, këte e kam dhe këte pas dhe këte kum ble dhe këte kum marrë kështu me radhë, me thonë këto madha Zotit. Dhe këte madhurej Zotit dhe këte ma mundësej Zotit, sepse ai ta dha dhe e tina është. Kjo është shqyqyr. Pra, me këto dyja që kuptojmë, veç me ditë se është pe i Zotit është falenderim. Veç me përmend që është pe i Zotit është falenderim. Dhe treta thot, me shfrytzu këtë mirësi, në çfarë? Në atë që kënosh Zotin. Në atë që ai që ta ka dhënë, kthehet kjo e mirë që ti e përdor prapë te ai. Pra, nuk e përdor kundër Zotit, pra nuk e përdor në haram në gjuna, por e përdor në atë që Zoti është i kënaqur e i bie se Allahu ta ka dhënë të mirë dhe ti e ke shfrytzuar në atë që ai është i kënaqur e që bëhet trekonshit të tek Zoti i gjithësisë. Kjo pra është, thot, shqyqyri, ose kjo është mirënjohja. Thot, me pastaj Allah i madhur thot sprovon. Dhe kjo jetë është jetë e sprovës. Thot, njeriu kur sprovohet thot e ka farz, e ka obligim me bë durim. Thot, a di çka durimi? Thot, durimi është me nol nefsin, me stopu nefsin, me nol veten, thot, 3 gjona apet.
sikur se të shqyqyrin. 3 gjona. Thot zemra me u bind që nuk do të me dal jashtë vullnetit Zotit. Nuk duhet me kundërshu Zotit. Sepse ai ka sprovu. S'ka sprovu dikush tjetër. E sprovat janë me 10, janë të shumta, janë të vogla, janë të mesme, janë të roma, deri tek smundja dhe vdekja. Thot me pas me bindje që mos më anku zemra. Pse ndodhi mu? Pse veç mu? E pse jo tjerëve, kështu më radhë. E dyta thot, mos me shfaq ankes me gjuhë. Atje të shqyqyri ke me e përmend që është për Zotit. Tash këtu e ki, me thonë Zotit më ka sprovu, po jo më anku. Dhe e treta thot, me gjeste, me gjymtyr, mos me bëhe veprime që ne ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam, thot ata të cilët i shkujnë teshat, ose i shkulin plakt, ose goditin veten kështu me radhë. Thot ai cili thot, i ka grumbullu të trija, dhe ka kujdes në këto trija që kë njëri qurë që ka bo durim. E shohmi neve se të durimi nuk është përmen asë janë njëri mus me kajt, asë nuk është përmen mus më mërzit, sepse Allah i madhru nuk e ka ndalu mërzit, asë nuk e ka ndalu të qajturit. Mirë pa ka ndalu shfar, të primi në ankes, të primi në të folën dhe veprimet me gjesti që të regojnë se t'je i paknoshën me Zotin tënë, me atë që ka ndonë. Andaj thot, dhe rumbullaksimi i sabrit është në të trija. Bile thot njëri i cili i kupton të trija dhe e bën që si sabri, thot ka garantën e Zotit dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam se ç'ky situatë, ç'ky sprov, thot i shndrohet në dhunti. Ajo është sprov e rëndë, ajo është smundje, ajo është vdekje. Mirë po, megjithatë pse është e rëndë, sabri kështu me këto 3 shtylla, thot e bën që çaja sprov e rëndë, çaj musibet, çaja mërzi, me u shndru për te favar. Me u shndru për te favar. Qysh ka mundsi? Shumë e thjeshtë. Pse thot shumë e thjeshtë? Sepse thot neve duhet me kuptu një gjë. Se Zoti jo, krijuesi jon kur na ka mësuar neve çka është adhurimi, çka është besimi ndaj tij, thot ai na ka thonë që kena adhurim ndaj Zotit në vështirësi, edhe adhurim ndaj Zotit në rahati. Thot shumica e njerëzve, aktharu nasi el-khalq yu'tun al-ubudiyya fi ma yuhibbun. Thot shumica e njerëzve i dhon Zotit adhurimi kur janë rahat, në ato që dojnë. I dhon Zotit, i përgjigjen Zotit. Thot shumë pak pe njerëzve i përgjigjen atë që është e vështirë, ose atë që është me sprov. Wa shanu fi i'ta' al-ubudiyyah fi al-makarih fi ma tatafawat maratib al-ibad. Thot kurse krejt pesha dhe rëndësia çka është me ju përgjigj Allahut në atë adhurim i cili është i vështirësisë, sepse në adhurimin e rahatisë është malet, edhe është kallaj. Çka janë këto 2 adhurime? Shkurtimisht, këto 2 adhurime janë kështu. Njeriu kur është rahat i përgjigj Zotit o Allah, ty të kosh mi fal. E ty ta kanë madhërimi dhe falënderimi. Dhe kur bëhet e zoni qote e fal namaz. Dhe kur Zoti jep mirësi, nga një herë harron, po nga një herë është minjos. Ndërsa thot, kur Allahu zbret me vështirësi, me smundje të caktuara, sikur Ejubit alayhi salam, ka 18-19 vjet. Sikur ai tjetri me telashe të stresit dhe depresionit pa ndërprer. Sikur ai me holle dhe me derte të smundjeve të ndryshme. Thot që të thot Allah i madhum kalon adhurim, kalon ubudije. Adhurim. Çfarë adhurimi? Me di qysh mos jetë kur je smut. Me di qysh mos jetë kur je me musibet. Me di qysh me qenë mirënjohës. Kur e kanë pyetur Ejubin alayhi salam, çka ka thonë? Thot gruaja vet po a nuk e sheh se si na ka godit vështirësia në tanant. Thot pse se lut Allahun e madhruar dhe ti je pejgamber i Zotit. Me ta lehtësu. Thot Allah i madhruar thot më kalon me vite shumë më shumë rahat. Dhe thot kam top Zotin e madhruar për të pak vite që më ka sprovu dhe me ju anku. Pra mi thonë o Zot largo ma smundje. Çaj bie kjo? Kjo i bie kur individi është i kënaqur dhe është i pranueshëm me sprovën që i ka rënë. E çaj bën kjo? Kjo i bën adhurim. Prandaj Ibn Qayyim thot, nuk është e shënu fima tuhibbu, do nuk është çështja në atë që ti e don. Thot po çështja është me pas adhurimin e vështirësisë,
Sepse adhurimi lehtësimit e ka gjithkush. E kemi të qartë, adhurimin kur je rahat, gjithkush e ka. Edhe i merr 2 shembull ose 3 në gjithë. Thot për shembull, thot, nëse kemi abdesin me ujë të ftoftë në zhegun e madh. A është adhurim? Thot, është adhurim. Njeriu me marr abdes kur është 30 gradë Celsius që është nxehtë. Njeriu edhe flladitet, po edhe marrën e abdesit ka adhurim, është sevap. Thot njeriu i cili bën intimitet me gruan e vet, cilën e ka zgjedhë ata. A është adhurim? Thot, është adhurim. Njeriu i cili thot jep sadaka kur ka pasuni. A është adhurim? Është adhurim. Thot po çi ky njeri thot me marr abdes me ujë të ftoftë kur është ngrit. Edhe që ky njeri me bë sabër mos me bë intimitetin haram. Edhe që ky njeri me bë sabër me dhon sadaka kur ka pak. Thot, a janë këto 3 adhurime? Të 3 janë adhurime. Thot, po dallimi mes këtyre 2 adhurime, thot, farqun adhimun bejna ubudetain. Dallimi është madh mes këtyre 2 adhurime. Dallimi është i madh. 2 janë të njëjta. Mirë, po çka është pyetje? Është pyetje me adhuru Zotin kur është vështirë. E kupton këtë pjesë? Por kjo pjesë është shumë e rëndësishme, çish më thon, hymja e kësaj hyjme që jemi neve në vazhdim me sipër. Më pastaj thot, "Faman kana 'abdan lillahi fi halayn qa'iman bihaqqihi fi al-makruh wal-mahbub, fadhalika yatanawaluhu qawluhu alaysa Allahu bikafin 'abda." Thot ai i cili është adhuruesi Zotit në 2 gjendjet. Çka njeri i cili është rob i Zotit në këto 2 situata. Thot për që i ta thot vlen fjala e Zotit që ka thonë, a nuk është Allahu që i mjafton robit vet? Allah po pyetje. A nuk i mjafton Allahu robit vet? Pra me mbrojtje kur atij duhet e me ndihmu, gjithsesi se po. Andaj thot, që ky rob, që ky besimtar që i përgjigjet Allahut madhruar këto 2, thot nuk ka mundësi me ju vërsul atij shejt. S'ka mundësi me sundu atë shejtanin. S'ka mundësi me ja mujt atij shejtanin, s'ka shans. Pse? Se Allah po thot, Allahu atij mjafton. Po kujt? Jo çdo kujt. Po kësaj pakice që i përgjigjen Allahut të madhruar në të 2 gjendjet, edhe gjendjen e rënd, edhe gjendjen e lehtë. E më pastaj përmend se si Allahu i madhruar ka lënë lejes, po të njëjtën kohë na ka thonë mësim se iblisi ka mundësi dhe përpiqet natë ditë të jep mund të vazhdueshëm që njeriu me deviju. Mirë po Allah çka thot? Kur ka thonë iblisi fe bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in, thot iblisi o Allah, pasha madhnin tonë, komi deviju ata merran. Që gjithë illa ibadaka minhum al-mukhlasin, dhe thot iblisi përveç atyre cilët janë sinqert ndaj teje në adhurim. Se ata që janë sinqert ndaj Zotit në adhurim, ata adhurojnë edhe kur është vështirësi, edhe kur është lehtësi. E në ajetin tjetër thot, wala qad saddaqa alehim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqun min al-mu'minin. Allah i madhruar po thot, dhe iblisi e ka parashiku. Kjo është parashikim, kjo është mendim. Allah po na tregon se na se di, e ka paramenu iblisi dhe ka parashiku që shumica e njerëzve kanë me pasu. Po iblisi nuk është çelit fshahtën. Po e ka paramenu pe konstruktit njerëzve që veprojnë, që shumica e njerëzve kanë me pasu. Po veshtet një grupi pe besimtarë muslimanë. Ka ditë ai, e ka ditë pe këtij ligji. E ka ditë pe këtij ligji. Prej ka mundet me depërtu tek njerëzit dhe ka jo. Dhe prej kondi se njerëzit nuk e dojnë shumë adhurimin në vështirësi. A kemi neve sot në përditshmërinë tonë? Që njerëzit e marrin pak pushim ditën e xumës. Edhe në xumë nuk e kanë të lashë fort muslimanë në prezantuar. Xumaja është adhurimi i madh. Mirë po është adhurimi i lehtësimit, nuk është adhurimi shumë i vështirësisë. Mirë po adhurimi i vështirësisë është yatsia dhe sabahut. Sa është përgjigja e muslimanit yatsia dhe sabah? Vështirë, sepse është adhurimi i vështirësisë. Më pastaj vardha ajeti thotë: "Wa ma kana lahu alayhi min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shak." Thotë prapë Allah pa vazhdon ai thotë, dhe nuk është se ai iblisi ka fuqi mbi këta, ka sultan ose fuqi mbi këta njerëz. Mirë po, kjo është Allah i madhruar me bashkë për atë që beson ahiretin dhe për atë i cili është në dyshim.
Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah që iblisi thot se fuqi mbi njerëzit, mbi besimtarët thot nuk e ka. Mirë po thot e përdor thot mashtrimin sikurse çështja e hajnit që vjedh nga pak nga individi. Dhe kjo është interesi Ibn Qayyimit masin e ka zjat hymje dhe atë qëndres ose qëndroshmëri thot wa dukhuluhu ala al-abd min hadhihi al-abwab ath-thalatha dhe thot e gjemi iblisin se hyn tek njeriu si hajn si vjedh prej 3 rrugicave të vogla. Që me rumbulla kështu i bie, Allah e madhru ka dash si sprov të kësaj bote. Të kalon diçka që ti mbrohesh në tërsi, po të kalon diçka që edhe pse je i mbrojtur dhe shejtani s'ka mundësi dhe fuqi, janë gjithmonë do vrima, do rrugica të vogla që përmes tyne mundohet me e vjedh besimin ose me vjedh adhurimin. Cilat janë ato? Ibn Qayyim thotë është gafleti ose pakujdesia, që njeriu e çet harres ose në gjumë, shahwa ose epshi, edhe el ghadabu ose ku njeriu është i hidhrum ose i nervozum. Ibn Qayyim thotë më me këto 3, se këto 3 janë që çdo njeri që gjendet në njëri prej 3 gjendjeve, dije që iblisi është afër. Edhe pse je i mbrojtur, edhe pse je i fuqishëm, po ti ja sjell derën përmes njënës prej tyre. Vazhdon si argument duke na thonë se edhe pse thot Ademi alayhis salam. Ademi alayhis salam thot baba i njerëzimit, i cili thot Allah i madhruar e ka kriju njeriu më të dishum, njeriu më të urtë, njeriu më të fuqishëm, prapë thot nuk ju kanë ndërprej, nuk ju kanë nal. Thot iblisi tu i bë fitnë, tu i afro pe njënës e këtyre 3 rrugëve, deri sot thot e ka bë me rronë në gjuna. Tani këto është një mësim i madh, e që është temë jashtëzakonisht e gjatë, mirë po se për të kalimthi është se Ademi alayhi salatu wassalam ka qenë më i mëshëm se të gjithë njerëzit që jemi sot. Dhe ka qenë më besimtar dhe më i fuqishëm se këtë tjerë. Dhe ka qenë më i urtë se gjithë tjerë. Mirë po cila ka qenë rruga që ka mujt me dëvërtu iblisi? Përmes rrugës së epshit. I ka thonë Ademit alayhi salatu wassalam se nëse ti han prej kësaj flame, ti mos i më vdek. E njeriu po shumë mos më vdek. Njeriu ka dëshirë mos më vdek, kjo është epsh. Kjo është dëshirë, kjo është vullnet. Dhe Ibn Qayyim thot ka vazhdu thot armiku i Allahut dhe armiku i njerëzimit. Thot nuk e ka ndërprer si te Ademi, po si te njerëzit. Vazhdo thot ai, kjo është punë e tij. Kjo është xhihadi i tij. Kjo është vazhdueshmëria e tij derisa njerëzit ti futën në njërin nga këto 3 rrugica dhe përmes këtyre 3 rrugica bën me te atë çka don. Mirë po thot, por boll kësaj rahmeti Allah thot i madh, thot megjithatë, edhe pse njeriu e bën këtë gabim, edhe pse njeriu bën prej e epshit ose prej e gafletit ose prej e nervozës dhe bën veprime që më pastaj vjen pishman. Më pastaj e shëvetën që ka gabu. Thot Allah i madhrum thot arada Allah bi 'abdihi khayran fataha lahu baban min abwab at-tawbah. Thot gjithmonë e kalon lidhjen. E kalon derën e kthimit, derën e pishmallëkut, derën e pendimit dhe derën thot më kthy te Zoti me një përullsi, me një thymje të brendshme. Pse unë e bona? Pse unë ngova iblisin? Pse unë ngova epshin? Tani më ka po fol për shkan, po fol për besimtar të rëngut. Sepse atje më herët, para 2 minuta që folëm na, e përmeni se ata që i përgjigjen Allahut madhëruar në adhurim të vështirësisë dhe të lehtësisë, thotë janë në rrugë të mëdha, po me qenë se në rrugë të mëdha kanë mundësi me gabu. Sepse Allah s'kalon njëri pa gabuar. Dhe kalon një armik të përbetueshëm, i cili nuk lodhet. E ka deviju Ademin alayhis salam në një situatë caktuar. E lemoneve. Po prapë thot mirësia e Zotit ndërhyn. Cila është ajo? Se e kalon derën e pendimit dhe kur thot vjen robi te Zoti i madhruar me nështrueshmëri, me përulshmëri dhe kthehet sinqerisht tek Zoti i gjithësisë duke lutur atë, thot vjen në një situatë që ky gjunah që është bë, thot këtë e çan tek Allah i madhruar në falje. Që ky gjunah që është bë, thot iblisi ja lejteni taraktuhu walam uqi'ahu. Thot iblisi në rast të caktuar, ai mirë jon se ku të kshalon se
Që shokon, bëj ke mirë, bëj ke keq. Po kur e shtina me e bo një gjënat madh, u këthy sinqerisht. Dhe Allah i madhru me këtë pendim të madh dhe sinqert ja fali, komplet kalume. Pra, se pas iblisit, ashtu që realiteti, e boni këni dëm, po këtina ju boni hajri madh. Po shkak të sinqeritet ose pendimit madh në kthimin që e pat. Dhe kjo thot është kuptimi i gjeneratës para selefit kur kanë thonë, ka rab për i rabëve Zotit, musliman për i muslimanve që e vepran një gjuna. Ka rab për i rabëve Zotit që e vepran një gjuna dhe me të hin gjenet. Ka rab për i rabëve Zotit që vepran një të mirë, po me të hin gjena. Tha dhe qysh është kjo? Se personi i cili e punon një gjuna dhe e she atë gjuna para syve, edhe nuk e haron atë gjuna, dhe ka frikë për ati gjunohen, dhe preokupohet se çka mi thonë Zotit për atë gjuna, dhe i shkon koha dhe jeta men në shtrushmëri, thot Allah i madhru e bën shkak atë gjuna, jo gjuna si gjuna, po gjurme që i kalon gjunohi. Gjurme që i kalon gjunohi, thot e bën shkak që ky njeri më u kthy te Zoti me një pendim të madh dhe të fuqishëm, që ka garantet atij xhenetin. Thot ka njeri thot që punon mirë, ka bën vepër të mirë, po thot vazhdon në vazhdimsi, thot me i përmend mira që ka bën. Me thonë se këta unë e bona. Dhe kjo është për meja, dhe kjo është e ime deri sa thot Allah i madhru, nëse nuk e udhëzon, thot miskinin, thot vjen atë shkallë që kjo vetë pëlqim dhe kjo vetë kënaqësi me atë që ka bën, thot e shkatron. Andaj thot ulemaja kanë thonë, ulemaja e mëshme thot e kanë thonë këtë shprehje, edhe gjithë kanë ardhur këtë përfundim, se suksesi i vërtet është ai i cili Allah i madhrum nuk e lën veten e vet. Allah i madhrum nuk e lën veten e vet, mirë po e mbron dhe është i mbështetur te Zoti. Ndërsa shkatrimi i vërtet është shkatrimi i atij që Zoti e ka lënë. Dhe këtë si rregull e përmendim në Kaimi me 10 vena, nga se është kjo situatë e cila e qartëson se individi përderi sa është në fuqinë e Zotit Gjallësisë, ai është i udhëzuar. Përderi sa Allah i madhruar ka po të ai që nuk ka hajër, nuk e devijon, po e lën. Dhe lamja e Zotit është devijim për te. Lamja e Zotit është devijim për te. Andaj thot ai i cili Allah ja dën hajrin edhe të mirën, thot e bën me pa veten të nështrushëm, të përulën, të kthym te ai dhe i sheh mirësitë e Zotit. Ndërsa ai i cili nuk i sheh mirësitë e Zotit dhe nuk e përul veten para tij, thot Allah e lën fuqinë e tij. Në momentin që mbetet fuqinë e tij të individit, ky njeri vetë se ka marrë fund dhe thot për këtë thot na ka thonë dietari i njohshëm për ulemave Ebu Ismail el-Harawi, thot ata që kanë njohur Zotin dhe që kanë shkuar te Zoti me njohje të tij, thot kanë ardhur për fillim në dy gjëra. Ajo që e shpëton individin është me e pos parasyve dhunti që Zoti ja ka dhënë dhe mi pos parasyve të metat që i ka kë dhe veprat e tij. Pra në një aspekt mi po të mirat e mëdha që ai ka dhënë, po në aspektin tjetër me po që të jesh shumë i mangët. Ai njeri thot që i ka këto dyja thot ka shpëtuar. Ai njeri thot që çalon njërin prej tyne, thot është sikur zogu me një krah dhe thot nuk ka mundësi me shku te Zoti i Gjallësisë. Po ai i cili si ka hiç, ai njeri është për aty në Zoti ka dhënë. Dhe thot Ibn Kaimi thot çdo dyja na mëson Allahun në lutjen e cila është lutja më e madhe e istighfarit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Thot një prej ty pe fjalë atë është thot kur besimdari thot abu lak bi ni'matika alayya o Zot, unë i pranoj mirësitë tua të mëdha që janë ndaj meje. Wa abu bi dhanbi faghfir li, dhe e pranoj që kam gjunohe shumë, andaj falem dhe mëshiron, dhe prej këtë thot e shohim se edhe pe kësaj lutje Allah i madhrum, ose pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka mësuar dhe na ka udhëzuar se ai i cili i shet mirat e Zotit që ja ka dhënë, ky njeri thot kom e dasht. Ai njeri që i shet metat e veta, thot kom e kondi në nështru. Dhe ai i cili bën bashkë me dashnisë së plot ndaj Zotit dhe në shtrimit të plot ndaj Zotit, dhe që është njeri është besimdari i sinqert dhe i sakt. Por ndryshe ai i cili
nuk hyn nga dera thot e për uljes ndaj Zotit, edhe nuk hyn nga dera e të mirave të Zotit, ky njeri thot përfundon sikur sa ata që ka thënë Hasan al-Basriu, thot besimtari i mirë thot bashkon mes dy gjona. Thot mes punës që bën, veprave të mira, dhe frigës që të punë a janë të sakta, as janë të sakta. Dhe munafiku thot i bën bashkë mes punëve të këqija dhe shpresës sigurisë. Që me muska dhe unë jam në rregull. Allahu Teala lutem na falë na mëshiru. Kjo është për këtë pjesë e që lutem Zotin e gjostësisë me na dhënë nga udhëzimi i tij. E ajo është i cili son dhe drejta. Alhamdulillahi rabbil alamin.